nga legjenda më interesante dhe të artështueshme të vendit. Flitet për 3 vëllezër të martuar që jetonin në Shqipërinë e Veriut. 3 vëllezërit punonin ditë e natë për të ndërtuar një kala e për të mbrojtur qytetin e tyre. Mirë po, sa herë që ata mbaronin punën, muret e kësaj kalaje shembeshin. Një ditë, një plak tha atyre se kishte një mënyrë që muret e kësaj kalaje të mos shembeshin më. Një flijim dhe kjo kala do të mritë. Ky flijim konsistonte në sakrificën e njërës nga gratë, varrosjen e njërës me tyre në muret e kalas, cila do që do asjell bukën në mëngjes. Ky diskutim në mes 3 vëllezërve dhe plakut do të duhet të mbeti vetëm mes tyre. Në shtëpi, mos komentoni të fjalë që do të themi. Ajo e cila do vit të sjell bukën nesër, merreni dhe mbrosni të gjallë në muret e kështjellës. Ishin fjalët e plakut. Sipas legjendës, 2 vëllezërit më të mëdhenj u shpjeguan situatën grave të tyre, ndërsa i vogli e mbajti fjalën e nuk e diskutoi këtë gjë me gruan e tij. E nesërmja erdhi dhe vëllezërit pritnin të shqetësuar se kur do të vinte t'u asillte mëngjesin. Ajo që do të flijoi doli të ishte Rozafë, gruaja e vëllait të vogël, e cila nuk qenë djani për asgjë. Që kanë të ndalë, kur zima ranë fort. Fytyrat zbehen, kur shef vëllai i vogël gruan e tij. Ai hen që ka një pritore, mallkon gurin e murit. Ai i tregon ose për fatin e saj që duhet flijuar e varros në muret e kalas që kështjella të ngrihet. Sipas legjendës, Rozafa e pranoi fatin e saj, por ajo kishte vetëm një dëshirë për djalin e saj. Unë do t'i një porosi, kur të më muros në mur, syrin e djathtë të marrni jashtë, dorën e djathtë të marrni jashtë, këmbën e djathtë të marrni jashtë, gjirin e djathtë të marrni jashtë, se djalin e kam të vogël, kur të nis në çaj, me njëri sy do ta shikoj, me njërin dorë do ta mirakoj, me njërin këmbë do ta tum djepin, e me njërin gjit do ta ushqej. Trupi më nguroft, kështjella çndroft, djali mu trimëroft, më bëh mbret e mbretëroft. Këto janë fjalët e fundit të Rozafës. Dhe ata e mbrosin Rozafën në themeret e kalas. Muret lartohen e nuk shërben më, por muret janë ende të lagur, sepse akoma pikojnë lotët e nënës për të birin e saj. Legjenda e Rozafës flet për forcën e grave që të sakrifikojnë jetën e tyre për diçka më të madhe. Mjegu Abunës dhe mbuloj të tërë. Kjo mjegu krenare ngrit mbi bunën e gjerë, dhe mbi qytetin e Shkodrës ngrit kështjella e lashtë e Rozafës. Kur është hedhur burri i parë në themelët e kësaj kështjelle, nuk dihet. Historia e saj mbet në mjegullin e lashtësisë e lire, banor të moçën të asaj toke. Por një gjë dihet mirë e qartë, atë e kanë pasur dikur labeatët e më pas ardianët, të cilët ishin fisë të forta e lire. Në atë kohë, i tërë bregu i këteshën i Adriatikut e gjerë në tërgestën e bushme ose në trijestën e ditëve tona ishte breg i lirë. Më vonë, u derën këte romakët, pastaj slavët, normanët, venetikët, turqit e shumë popuj të tjerë të huaj. Gjatë shekujve, ata krepat e thatë në muret e Rozafatit, se dhe vetë muret e kështjellës janë lagur me përrenjë gjakut të atyre që e kanë sulmuar dhe atyre që e kanë mbrojtur. Të huaj erdhën e shkuan, ndërsa populli ynë mbeti ngulur në këtë tokë lire. Ndërtimi i Rozafatit ka një gojëllën të bukur, por dhe të hidhur, e cila ka ardhur nga lashtësia e deri në ditët tona. Kjo që thotë kjo legjendë. Aty në majtë të kodrës së Valdanuzit punonin 3 vëllezër, ndërtonin një kështjellë. Murin që e bënin ditën, u prishin natën, e kështu nuk e lartonin dot. Si ka mundësi që nuk po qëndrojnë këto më? Çdo gjë po e përgatis mirë. Na shkon aty një plak i mirë. Unë e mbarë vlezër. Të mbarë pa që plak i mirë. Po ku e shikon ditë të mbarën tonë? Ditën punojmë dhe natën prishet. A ditën na thuash një fjalë të mirë? Ç'të bëm që ti mbajmë muret në këmbë? Unë e di, por e kam mëkat për t'ua thënë. Atë mëkat lidhe mbi tyre tona, se ne duam ta
qëndron në këmbë të këtë kështjellë. A jeni të martuar o trima? A i keni ju vashat tuaja? Të martuar jemi, e të trej kemi vashat tonë. Na thuaj pra, ç'të bën që të qëndroj në këmbë këtë kështjellë? Në dojnë të qëndroni lidhuni bes vashave mos u rrëfeni. Në shtëpi mos kuvendoni për fjalë do ju them mu. Atë nga dregunatat që do vitë si e bukën nesër, ta merrni e ta mbrosni të gjallë në muret të Kosticës. Atëherë keni për ta parë që muri do të qëndrojë për jetën. Sa kështu plaku, pastaj shkoj, tani u pa, pastaj nuk u pa. Mos jam në ëndër vallë. Çfarë ishte kjo? Ai madhe shkeli besën e fjalën, e tregoi të gjitha vashës së vet, sa të mos vinte ajo të nesërmen. Edhe i mesmi nuk e mbajti fjalën, ja tha të gjitha vashës së vet. Vetëm i vogli e mbajti fjalën, nuk u vendoi në shtëpi, nuk i tha gjë vashës së vet. Në shtëpi, nëna e djemve nuk di gjë, i thot të madhes. Moj nuse madhe, mjeshtri duan buke ujë, duan kungullin me verë. Besa nën, sus mund të shkoj, jam sëmur. Moj nuse mesme, mjeshtri duan buke ujë, duan kungullin me verë. Besa nën, sot mund të shkoj, se do të shkoj tek fisi im për të bujtur. Moj nuse vogël, mjeshtri duan buke ujë, duan kungullin me verë. Besa nën nuk shkoj, po e kam djalin e vogël. Druhem se do të pi e qanë. Nisën shko, se djalin të shkoj e falem e qanë. Ngrihet e vogla, merr bukë e ujë, merr kungullin me verë, puth djalin e vogël në të dyja faqet e niset. Në mëngjes, ata të tre ngrihen shpejt e shkojnë në punë. Çekanët godasin, gurët coptohen, zemrat rrahin, muret lartohen. Ç'është kështu? Çekanët ndalin e zgodasin, po zemrat rrahin fort e fort, fytyrat zbehen. Puna mbaro mjeshtër. Shkiti im zot, pse më kon gurin e murin? Do është plaku kishte gabim. Të gjën zgjidhje tjetër. Nuk ka zgjidhje tjetër. A ti pas ke lindur në ditë të zezme e punata jonë. Ne e kemi bërë me fjalë të murojmë të gjallë në muret e kështjellës. Se do shotim kunetër. Pa unë do t'i dhe një porosi. Kur të më moros në moj, synë e djathtë të marrini jashtë, dorën në këmbën e djathtë të marrini jashtë, gjirin e djathtë të marrini jashtë, se djalin e kam të vogël. Kur të nis të qaj, me njërin sy do t'a shikoj, me njërin dorë do t'a letatoj, me njërin këmbë do t'a të ndipin, e me njërin gjitë do t'a ushqin. Trupi im u mërof, kështjellat shëndërof, djali im o trimërof, më bëf mbret e mbretërof. E marrin nusën e vogël dhe e morosën në themel të kështjellës. Në muret ngrihen, lartohen e nuk shemben më si më parë, po gurët rreth tyre janë ende të lagura të mysht, sepse vazhdojnë të pikojnë lotët e nënës për birin e saj. Dhe i biri u rrit, luftoi e trimëroi.